Lidha Demokratike e Kosovës refuzon mënyrën e papërgjegjshme me të cilën vendendosje po tenton sërish të përdor institucionet e Republikës si instrument të lorave të saj politike. Rezultatin zgjedhor e kemi thënë në vazhdimsi, Lidha Demokratike e Kosovës është e gatshme që të shkojnë në zgjedhje, jemi të përgatitëm, kemi pas dhe kemi bindje që kemi rezultat mirë zgjedhor. Ne jemi unik në këtë qëndrim, besim prapa qëndrimit që ka marrë Kryesia, Kryetari dhe Këshilli i Përgjithshëm, që nuk kemi vot për asnjë mandatar të lëvizjes vendendosje pa marrëveshje politike. Po provohet ta quajmë ashtu treni i fundit, një seancë jo legjitime, jo logjike dhe plotësisht në kundërshtim me rendin kushtetues e me logjikën dhe praktikën parlamentare. Vetëm që Albin Kurti dhe lëvizja vendosje të zhveshet nga përgjegjësia e dështimit të saj. Në agjendën e seancës së orës 11 kanë përfshirë propozim buxhetin politik të Republikës së Kosovës për vitin 2026, marrëveshje ndërkombëtare, kredi, borxhe dhe projektligje buxhetore, të cilat do duhej dhe kërkojnë proces serioz dhe konsultim të mirëfillt e jo improvizime të ngutshme që shpërfillin rregulloren dhe reduktojnë agjendën shtetërore në dekor fushate. Pikërisht për këtë arsye, Lidha Demokratike e Kosovës nuk merr pjesë në një proces kaq të papërgjegjshëm. Për vëzhguesit ndërkombëtar, unë mund të flas me kompetencë, kam pas edhe kontakte në vazhdimsi me kolegë tjerë nga Kryesia LDK-s, me vëzhguesit që kanë qenë për zgjedhjet lokale, dhe ata janë të gatshëm që të vazhdojnë edhe gjatë muajit dhjetor, kurdo që mahen edhe zgjedhjet